Kapitulli 11. Jezui po lutej në një vend, kur mbaroi, njëri nga dishepujt i tha: Zot, na mëso të lutemi sikurse Gjoni mësoi dishepujt e vet. Ai u tha: Kur të luteni thoni: Atë, u shenjtëroftë emri yt. Ardh mbretëria jote. Bukën tonë të përditshme na e jep çdo ditë. E na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne u falim fajtorëve tanë. E mos na shtir në tundim. Pastaj u tha: E zëm se njëri nga ju ka një mik. Shkon tek ai në mesnatë e i thot: Mik, mi jep 3 bukë, se më ka ardhur një miku ime, nuk kam asgjë për t'i vënë përpara. E ai përgjigjet nga brenda: Mos më shqetëso. Tani e kam mbyllur derën dhe kemi rënë gjumë, edhe unë edhe fëmijët. Nuk mund të çohem për të dhënë gjë. Unë po ju them se edhe pse nuk do të çohet për t'i dhënë gjë, nga që e ka mik, do të çohet për t'i dhënë ai sa ka nevojë, të paktën për shkak të këmbguljes së tij. Dhe unë po ju them: lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni, trokitni e do t'ju hapet. Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe atij që troket do t'i hapet. A ka ndër ju ndonjë baba që do t'i jepte fëmijës së vet që i kërkon peshk gjarpër në vend peshkut? Ose nëse fëmia i lyp vezë, do t'i jepte një akrep? Nëse ju që jeni të këqij dini t'u jepni fëmijëve tuaj gjëra të mira, aq më shumë Ati juaj do t'ju jap prej qiellit shpirtin e shenjtë atyre që ja kërkojnë. Jezui po dëbonte një djalë që ishte djalli i Memesëris. Kur dëbua djalli, Memesi foli dhe turmat u mrekulluan, por disa prej tyre thanë: Ai dëbon djajt me fuqinë e Belzebulit, kryetarit të djajve. Të tjerë, për ta vënë në provë, i kërkonin një mrekulli nga qielli, por Jezui që i njihte mendimet e tyre, u tha: Çdo mbretëri e përçarë shkretohet, dhe shtëpitë e saj shemben njëra pas tjetrës. Nëse edhe Satani është i përçarë, si mund të qëndrojë mbretëria e tij? Me që ju po thoni se unë i dëbua kam djajt me fuqinë e Belzebulit. Nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e Belzebulit, me fuqinë e kujt i dëbojnë bijtë tuaj? Për këtë arsye ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e Perëndis, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur te ju. Kur një njeri i fortë dhe i armatosur mirë e ruan shtëpinë e tij, pasuria e tij është e sigurt. Por nëse dikush më i fortë se ai e sulmon dhe e mund, ja merr armët të cilat kishte varur shpresën dhe u shpërndan të tjerëve ato që ka plaçkitur. Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Kur del nga njeriu shpirti i ndyr endet nëpër vende pa ujë, duke kërkuar preje, dhe kur nuk gjen thot: Po kthehem te shtëpia ime prej nga dola. Kur vjen, e gjen të pastruar e të zbukuruar. Pastaj shkon e sjell me vete 7 shpirtra të tjerë, më të këqij se vetja, dhe hyjnë e banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e mëparshmja. Ndërsa po thoshte këto gjëra, një grua nga turma ngriti zërin e i tha: Lum barku që të kanë mbajtur dhe gjinjt që të kanë mëkuar. Por Jezui i tha: Më mirë, lum ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e zbatojnë. Ndërsa turmat po shtoheshin, Jezui filloi të thoshte: Kjo brezni është e mbrapsht. Ajo kërkon një mrekulli, por asaj nuk do t'i jepet asnjë mrekulli, përveç mrekullisë së Jonait. Sikurse Jonai u bë shenjë mrekullie për popullin e Ninivës, ashtu do t'jetë edhe biri i njeriut për këtë brezni. Mbretëresha e jugut do të ngjallet ditën e gjykimit, bashkë me njerëzit e kësaj breznie, e do t'i dënoj, se ajo erdhi nga fundi i dheut për të dëgjuar urtinë e Solomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Solomoni. Njerëzit e Ninivës do të ngjallen ditën e gjykimit, bashkë me këtë brezni, e do ta dënojnë, sepse ata u penduan kur predikoi Jonai. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Jonai.
Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë në një vend të fshehtë apo në magje. Përkundrazi, vihet në mbajtsen e vet, që ta shohin dritën ata që hyjnë brenda. Drita e trupit është syri. Nëse syri yt është i fortë, tërë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por nëse syri yt është i smur, trupi yt do të jetë në errësirë. Prandaj ki kujdes që drita që është në ty të mos jetë errësirë. Nëse pra tërë trupi yt është plot me dritë pa asnjë pjesë në errësirë, gjithçka do të jetë e shndritshme, siç është kur një kandil shndrit me tërë shkëlqimin e tij. Ndërsa Jezu i po fliste, një farise e ftoi për të ngrënë në shtëpinë e tij. Jezu i shkoi e ul në tyrez. Fariseu u çudit kur pa se Jezu nuk bëri rritin e larjes para se të hante. Atëherë Zoti i tha: Tani ju farisejt pastroni pjesën e jashtme të kupës e të pjatës, por për brenda jeni plot grykësi e ligësi. Të marr. Ai që bëri pjesën e jashtme, a nuk bëri edhe të brendshmen? Prandaj jepni lëmosh me gjërat e brendshme, dhe kështu do të keni të pastër gjithçka. Por mirë ju, farisejnë, ju i kushtoni Perëndis 1/10 e mendrës, të ryzës e të çdo barishtaje, por lini pas dore drejtësinë dhe dashurinë e Perëndis. Këto duhet të zbatoni, pa lënë pas dore të tjerat. Mirë ju, farisejnë, që ju pëlqen të zini vendet e para nëpër sinagoga, e të merrni përshëndetje nëpër sheshe. Mirë ju që jeni si varre pa shenjë, që njerëzit i shkelin pa e ditur. Njëri nga mësuesit e ligjit të Mojsiut ju përgjigj: Mësues, ti na fyen edhe ne duke thënë këto gjëra. Por Jezu i tha: Mirë edhe ju, mësues të ligjit të Mojsiut, sepse i ngarkoni njerëzit me barë të rënda, por vetë nuk lëvizni as gishtin për t'i mbajtur. Mirë ju se ndërtoni varret e profetëve që etërit tuaj i vranë. Kështu dëshmoni se miratoni veprat e etërve tuaj, sepse ata i vran profetët, ndërsa ju ndërtoni varret. Prandaj edhe Perëndia në urtinë e tij ka thënë: Unë do t'u dërgoj profet dhe apostoj, por ata do t'i vrasin e disa do t'i përndjekin, që kjo brezni të fajsohet për gjakun e derdhur të gjithë profetëve, që nga themelimi i botës, që nga gjaku i Abelit te gjaku i Zakarias, që e vranë mes altarit dhe shenjtërores. Po ju them, se për këtë gjë do të fajsohet kjo brezni. Mirë ju, mësues të ligjit të Mojsiut, sepse keni marrë për vete çelësin e dijes. Kështu as vet nuk hyt, por edhe të tjerët i penguat që të hyjnë. Kur Jezu i doli, skribët dhe farisejt filluan të zëmroheshin e ta sulmonin me lloj-lloj pyetjesh, duke i ngritur kurth që ta kapnin për ndonjë gjë që do të thoshte.